Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, miq të emisionit për te tregimit. Sot kam dalë nga studio, realisht ka muaj e vite, po më duket që nuk kam dalë nga kornizat e studiove për dëgjuar e për të prezantuar pranjush tregime, rrëfime, histori të cilat sjellin persona të veçantë me profesione të veçanta edhe me angazhimin e tyre të veçantë për rrjetin social, për shoqërinë përgjithësi. Sot do të flasim shumë çka. Dhe vetë fakti ku jam ulur sot dhe përballë kujt e tregon edhe një angazhim human të personit që do të na jap një rrëfim fantastik, sfidues e shumë historik në fakt. Jam në një hapësirë që ka të bëjë me shumë pajisje që ofrojnë ndihmë, ofrojnë kërkim shpëtim, edhe ofrojnë shpresa edhe shumë punë për gjithë grupin i cili ka të bëjë me shoqatën e kërkim shpëtimit. Shoqata realisht për mua është hera e parë që vjen në emisionin tim dhe në fakt jam shumë i lumtur që sot do t'ju sjell shumë informacione shikues të dashur për angazhimin e gjithë secilit antar të kësaj shoqate e që normalisht do të na të flas nën kryetari i kësaj shoqate, zotri Milaim Kelmendi. Nuk do të flasim vetëm për shoqatën, do të flasim për profesionin e tij, për idenë se nga ka ardhur dhe si e mur tan këtë vullnet që të jetë sot pjesë e këtij angazhimi, mos them që është kënaqësi t'jesh pjesë e kërkim shpëtimit, por është një përgjegjësi shumë e madhe. Të dashur shikues të emisionit për te tregimit, i them mirë se vjen apo mirë se erdhëm Milaim sot këtu. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjeta dhe faleminderit për kohën që na ke kushtuar sot. Faleminderit patjetër që kemi respekt edhe për redaksinë edhe për televizionin e juaj. Është kënaqësi e veçantë që sot për herë të parë po dal para kamerave si pjesëtar apo si nënkryetar, siç e thatë ju, i shoqatës kërkim shpëtimi. Edhe me të vërtetë një kënaqësi që ju kam sot ju këtu. Faleminderit shumë. Unë po duhet më i bë me dije të shikuesit tonë që ka diku 5 ose 6 herë që i kam thirr shoqatën dhe kanë qenë në angazhime të mëdha duke u marrë me procedurat për cilën këta janë betuar që të jenë pjesë e kërkim shpëtimit edhe ndihmave në përgjithësi. Dhe i thash që po ju thras edhe një herë dhe nuk dua t'ju thras më sepse mos ju pengoj në punën që po e bëni, tha hajde sot po e fillojmë edhe po e bëjmë. Të dashur shikues, nuk po duam me lëm pa e përmend që Milaimi derisa para se të hyjmë në emision ofroi kafe dhe shumë ngrohtësi në këtë ambient edhe morëm vesh që përveç që është nënkryetar i shoqatës për kërkim shpëtim, ai është nënkryetar i parë i komitetit olimpik. Gjithashtu është edhe instruktor i orteqeve dhe i alpinizmit. Mas pari po du me e tregu që momentin kër e takova Milaimin, ma asocion të me dikën që kam parë më herët. Gjatë bisedës e kuptova që ishte ai personi i cili ka bërë çmos që bashkë me shokët e tij të kërkoj edhe ta gjej amserën dhe gjithë familjen e saj në ortekun që ka ndodhur i vetmi ortek në Restelic. Milaim që na ka bërë gjithë gazetarët dhe gjithë popullin që të jemi në krah të tyre dhe në kërkim të tyre. Realisht jeni bërë lajm botror ato ditë. Po fillojmë me këto me amserën shumë shkurt, sepse nuk po duam i hup shikuesve tonë një person i cili ka bërë gjithçka bashkë me atë rjetën e vet në ato kushtet minimale që keni pas për ta gjetur amserën. Çish ndihesh sot kur e përmendim amserën edhe rastin e Reselicës? Realisht kur ma bune këtë pyetje çish ndihesh sot, rastësisht u takova unë para një javë dite me një vojzë e cila punon në Prishtinë edhe është e Restelicës edhe
të pi një kafe e pyeta ka je, tha Restolicës. Thash, atë kujtohet Orteku, tha po, thash, atë qiken, thash që e kemi shpëtu, tha po e kom të familjes. Edhe, po të thom aty, unë ndjeva shumë një aspekt shumë i prekun, po edhe shumë i lumtur kur e mora vesh nga ajo që sot është martu, edhe ka shku për Itali dhe ka familje, ajo qik. Realisht po, kam qenë pjesë e asoj tragedie, e quj tragedi lirisht sepse ka qenë tragedie madhe ajo. Në Kosova në atë kohë, do të ka pas shumë pak resurse për me rezistu gjitha tragedi që ka pas ndodhur në atë kohë. Edhe në momentin që e kam dëgju në radio, pasi që edhe i shkollum kam qenë edhe jam në Bosnë për orteqe dhe alpinizm, e kam ndi obligim që qytetarëve të Republikës Kosovë çdo herë më ju dal ndihmë, po edhe aty kam marrë pjesë. Kam marrë pjesë, kam shku si vullnetar me të ndjerin Hajrosh Dema, ka qenë ish kryetari i Federatës së skijimit, që sa do në gëzoj tash atë post. Kemi shku vullnetar, njësia speciale na kanë dërgu deri lartë se s'kishëm makina për me mbri atje, se ka qenë bura jashtëzakonisht e madhe. Edhe unë dikun kam mbri ka ora në 3, thëmë me mas ditës, deri sa u shpërnda lajmi, edhe kemi fillu kërkimet, edhe që më bën muni i krenar, që një pjesë ka dasht me bo kërkim ndryshe, po nga ajo shkolla ime se qysh unë e shifsha situatën, unë kom ngull që të kërkohet mua aty, ku edhe u gjinde gjallë Amsira. Dhe prap e thëmë edhe një tjetër keqardhje që deri sa kem debatuna me institucionet tona, nashta thëmë që kemi mujt me nxjerrë gjallë edhe nanën, sepse kur e kemi nxjerrë gjallë nanën, nana ka qenë ende e nxehtë në trup. Kështu që tash nuk muj me thonë a jemi vunu na, apo Zoti ka dashur ashtu, po prap kur kthena llogaris, do thotë një fëmijë që është dalë në atë kohë që ka qenë fëmijë edhe sot që dëgjoj unë që është e martume, do thotë për mua prap është kënaqësi. Nëse na ndjek përmes, sepse sot mundësia për me ndjek lajmin është shumë e mirë, jo vetëm përmes televizorit me lajm, por sot në YouTube, emisioni jonë do të jetë në YouTube, do thotë jemi në YouTube realisht, edhe nëse na ndjek edhe e sheh Amsera çfarë ndjenje është për të paramendoj e sheh personin i cili në mënyrë logjistike dhe praktike e fizike ka bërë që tregoj se ku ka mund gjinet ajo, dhe kjo është shkollë në vete, sepse të qenë instruktor i kërkim shpëtimit, i orteqeve, gjitha këtyre do në shkollë, do në angazhime dhe do në studim, se për ashtu e kisha bëha dhe në këtë punë po s'di me e bëha, apo jo. Në bazë shkafit je bazu që ajo mund me qenë që aty për shembull, ose vllau, ose nana, ose kur dhe tjetër. Realisht, kur kam arrit aty kam bërë një studim, sepse ka qenë dritë ende, dhe kur kam pa se si ka fillu Orteku me marrë hovin për të poshtë, do thotë Orteku e ka marrë drejtimin një herë drejt, pastaj ka bo lëvizje në anën e djathtë, dhe kur ka arrit për mi shem objektet, do thotë i ka shem në formën të kundër, nuk i ka quq ashtu qysh disa nashta dikush që ka kuptu për asoj pune, thotë i ka lëviz shtëpia krejt në anën e kundër ku kanë qenë edhe katonarë të grupu. Edhe në bazë të asoj logjikës, do thotë edhe kam vendosur dhe kam këmgull që vetëm aty është dhe aty do tjetë edhe pikrisht aty doli. Po. Edhe, po qa më vjen keq që thot, atë natë ka qenë shumë ftoftë dhe ka qenë shumë bore madhe dhe ka qenë kushtet të jashtëzakonshme për gërmim. Këtë rast e falenderoj shumë, FSK-n kanë bo shumë, edhe ata janë mërdhi edhe kanë bo shumë punë të madhe. Po njëkohësisht edhe fshatarët, cilët kanë qenë aktiv çdo kohë dhe kanë qenë të ndëgjueshëm çdo kohë. Do të masi që është gjeta ajo, po unë nuk e pa ta fatin se i ka mu nxjerr atje, s'po ta fatin bile masi kesh komgull si është aty dhe u gjet aty, masi që shkova mu nxjerr unë pak se filloi hipotermia te unë, atëherë e morë të tërkush në dorë dhe nxjerri. Po si do që tjetë i uroj shëndet asajna dhe jetë gjatë dhe me shumë fëmijë. Po pastaj kam pas vështërsi sepse mu
kapi hipotermia edhe nga frika që po vdes edhe vetë, ika te shtëpia, edhe nuk kom bo gjumas 2-3 orë dhe telefonata më ka marrë. Një menjak jemi, e ka pasat në të kohë, një milaimi ka qenë qëtu i Qiqavicës, po mbjemni nuk ja di. E kom harru, më ka marrë në telefon edhe më ka thonë që kemi vështërsi me gjithë vlohën. Edhe kam pytë se vlohë a ka flajt poshtë, a ka flajt në altë, mi konsultu dikush kush ka ditë, edhe ai më thotë që jo, vlohë thotë ka flajt në 2 katë. Thëmë atëherë nëse vlohë ka flajt në 2 katë, atëherë nuk është ku është gjetun vojza, po ajo është matutje. Edhe ja kam dhonë koordinimet pej Prishtinës, i kam thonë, prej aty ku është gjetë vojza. Perimeti 4-5 metra dhe derin 10 metra gjatësi. Kur në shkun 3-4 metra, e kanë gjetë edhe vlohën, mas 4-5 ore, edhe më kanë falenderu jashtë mosës. Kështu që Nina Krenar, në tjetërin pozit, Nina shumë e keqardhje, për atë rast që kanë dhudhë, po edhe Nina Krenar që kam qenë pjesë e asaj tragedie. Unë e lera që të kom këthy ty në kohë, Milajm, po ju më këthy dhe vetë, se atëherë isha pjesë e tereneve si gazetare në ato sfida, ato reshje, bore, e ngrica, gjitha këto, edhe e di sa keni këmë gulbi, e di sa herë keni pasur edhe diskutime edhe me të tjerët që ishin në kërkim se dyshime ku mund tjetë e krejt këto, po e shë që shë jeta pas sa viteve na bjen me folme dikën për diçka që na e kemi të kalu shumë më herë. Që kemi qenë një emision të përbashkët. Po, une nuk po di, shoqata, që kjo është madhështia e profesioneve të ndryshme që të krijon lidhje, shoqëri, besa dhe bashkëpunim. Unë jam ullë me një motor me 4 rrota, nuk e di që shquat, dhiti po ashtu. Prapa kemi edhe do pajisje që me siguri pajisje, automjete në fakt, që ofrojnë shumë ndihma edhe nuk e di në punën e juj shumë si du se që e keni. Ushtri, mos thom e ushtri e sapi në formën e juj apo jo. Qysh ka nis shoqata edhe si grup, nga sa persona jeni përballë? Duke ditë shkollimin tem, dhe që jem shkollu për orteqet edhe për alpinizmin, edhe në atë kohë, sepse unë jam edhe tregtar, si që të regova ma herët, bojmë shtëpia drunit edhe shesim edhe eksportojnë në për Evropë. Thëtë, në atë kohë punojsha edhe në Brozovicka, pak edhe e kom pas një shoktimin që e kom sot prapë në kryetar, është Mentor Maloko, që është miki imi i qmu shumë, e kam dorë djathë, realisht. Edhe kemi fillu me i ble do konopa, biles nuk, në atë kohë nuk i gjeshim ato konopa në Kosovë, sepse këta konopa tonë janë ma special, nuk janë. I gjeshmi do cilë t'i bishin prej Zvicrës, edhe asa ta nuk e dishin qka është, cilin na e dishim edhe ja njëfshim vlerën ati konopi. I bleshim shumë lira ata, se ata nuk ja dishim vlerën, po na e dishim që është shumë i shtrajt edhe është i vlefshëm. Për alpinizm, fillimisht kene me fillu me mentorin me ullshu ka pak, unë të spjegu mentorin ka pak se si bëhet lëshimi militar në Brezovic. E patëm gjithë një kërsh aty ofër rrugës, si sot më kujtohet. Aty rruga me asfalt edhe një kthese modhe ka qenë aty, që aty një varë kërshi u lidhë shumë në lisa edhe vishëm. Na u pas bashkan gjitë edhe Ismet Bajrami. Ismet Bajrami në atë kohë, ka qenë tashiko, do vjetë Ismeti, po ka qenë aktiv me bjeshkatari, me humanizm, me gjithë shka, do të Ismeti. A i ka qenë speleolog, i certifikum për speleologi. Qa është speleolog? Speleolog dallojnë prej alpinizmit, sepse ata i kanë do pajisje ma ndryshe dhe ata futën në dhe, do thonë në për shpela. Që e mësura dhe qëtashë, se kom ditë. Edhe a i ka qenë pat bashkanqit edhe profesori Qerim, që sot e kam në Federatë Skimi. Thot, këta 4 veta kemi qenë ajo celule e parë kur i kemi nisë punën me konopa. Qerim Azizi, Ismet Bajrami, Mentor Maloku edhe une. Edhe këto kanë qenë celulat e para, levizjet me konop që kemi fillu me i bo. Edhe të u lind ideja, pastaj me mentorin, edhe Qerimin, edhe Ismetin, ishëm të antarësume edhe të shoqata bjeshkatare Prishtina, kryetar Ganiu. Edhe ndilshëm në për bjeshk, hecmi, folshmi për alpinizm, folshmi për orteqe, shëshim natyren edhe të e pa nevojen se Kosova qëfar reliefi ka me bjeshk edhe me gjitha këto bukuri, të thot që krahasot i dikonde edhe me Zvicrën, edhe të e di që një tardhme
Kosova pa qare duhet ta ketë një kërkim shpëtim, sepse edhe turizmi nuk zhvillohet pa pas sigurinë. Shumë vërtet. Kështu që aty ka lind ideja tani me formu një klub të ngjitjes edhe lëshimit, cili ka qenë klubi Alpin Dardania. Çfarë vite ka qenë kjo? Po kujtohet si ama. Kjo është dikun para 10 viteve i krijuam ky klub. E kemi pas kryetare Rinora Gojanin, e cila ka dhënë shumë edhe ajo për alpinizmin edhe për ecje natyrë edhe për gjitha. Do thotë falenderoj jashtëzakonisht shumë. Edhe kemi fillu klubin e ngjitjes, ecjes, hikingut me trajnu, pasi që dilshin gjithë natyrë, Po. biles me trajnu në rast nevoje, me pas nevojë tyne, për me ditë me punu me litarë. Edhe kemi fillu me trajnu klubin SHBAP, që e thiri shkort, Shoqëria Bjeshkatare Prishtina, gjithë me radhë i kemi trajnu edhe i kemi kalu si, do thotë, si të trajnum edhe që e din me përdur litarin. Edhe kemi vazhdu me qenë një farforme, çdo herë sërë kemi dalë natyrë me ta, kjo grupa që e thash ma herët, po tani na pa të bashkangjitë edhe shumë njerëz tjerë që s'm kujtohet. Çdo herë asnjëherë nuk kemi ecë me ata njerëz, se u bëshin 20, 30, 50 veta. Po. S'kemi ecë asnjëherë pa lesen me vete, edhe kemi pas bërë do boca special kundër helmin për gjarprit. Sa mirë. Po, edhe pajisje e tjera që kemi pas. Edhe hajt me kalimin e kohës, thot, tani fillun, masi që dolëm na si klubi Alpin Dardania me konopa me asi, fillun edhe këto marimongat, ju qunë Kurreshti edhe ata, dolën edhe ata, është një shok jemi, Deni Ameli, edhe atina ja pa të mbo një vit lëshimit për herë të parë, edhe ai filloj, edhe fillun shumë njerëz mu aktivizu me litarë. Se sot tash ka klube shumë që janë dalë. Fillim, atër ka qenë nuk ka pas. Po realisht na kemi qenë ajo celula e parë, fillimi që me qu Kurreshtin edhe dikuj tjetër. Sa mirë, po. Kështu që unë mendoj që nga ajo që kum mësu kum arrit që me vedesu popullin që do të me qenë i trajnum në çdo kohë, në çdo aspekt. Edhe masi që do thotë është bo klubi, jënë bo ato trajnimet, kemi diskutu që me formu një shoqatë. Shoqata, edhe ka pas diskutime jo një qysha, ashtu kështu, anena kemi morë shambuj, kemi bo logon, e kemi zjedh një logo, ku edhe kjo logo të regon shumë, është busola, është harta në mes e gjithë teritorit Kosovës. Realisht ne kemi hartën e teritorit Kosovës, po veprojnë edhe për te hartës. Kështu që e ka një logo jashtëzakonisht të mirë. Bile edhe këta ndërkombëtarë shumë e kanë livdu kur e kanë pa. Edhe ky kryq, si kryq i kush një farforme. Realisht ideja për me ofru. Po, realisht i përshkruan shumë sene brenda. Dhe po, e formum e thirëm klubin e fillimisht skijimit, që jam unë aty si klubi imi, është klubi Nici i skijimit, është klubi realisht federata e kalerimit. Paramendoj. Po, është klubi e Shqiponjat e Kastriotit i Obiliqit që janë me paraglide. është klubi zhytjes i Besart Kasumit, cili është një ekspert i zhytjes. Thëmë që mund më konë eksperti i vetëm që i ka Kosova. Jo i vetëm, realisht në atë shkollën se sa është i shkollum për zhytje është Besart Kasumi, që e përshëndes shumë sepse ka kontribuar dhe shumë qysh nga fillimi. Thotë kemi klubin e motociklizmit, i cili është nga Theronda, cili tash të sfundit për ata 4 motoristët, ata na dolën ndim shumë. Që humbën? Realisht nuk kanë humbë, ata kanë ngel një gremin atje, ku s'kanë mujtë me dalë mo dhe kanë ngel aty. Por realisht na kanë ndimu shumë klubi Theronda, thotë edhe kemi klubin e dranëve. Sa mirë, sa shumë klube. Po. Milajmë që keni bo një farë lidhëse kështu, një farë bashkëpunimi lidhës apo jo? Realisht krejt që to klube që kanë të bojnë me natyren, jënë kuadrë të shoqatës. Jënë në kuadrë të shoqatës Kosovë. Jënë antarësu, do thotë. Edhe jënë antarësu, do thotë aty u formu bordi, edhe kem pas nevojë, sepse angazhime kam shumë,
nga biznesi, nga Komiteti Olimpik, nga federata, do thot nga gjitha këto punë që i bëj, do thot jam i angazhuar edhe te biznesi shumë. Kështu që kemi diskutuar me këta djemt që i kemi ftu për me formu shoqatën, me gjetë një ekspert me pasur në kry. Edhe kemi vendosur që ta vendosim një ekspert me provojnë, thëmë 25 vjeqare, Mahir Hasanin. Mahir Hasani është punonjës i Ministrisë të Punëve të Brendshme, realisht i emergjencave, 112, si i thujnë ana. Edhe pse që kjo është ojo që e kemi po që nuk penalizohet me qenë Mahir Hasani si kryetari i kësaj shoqatës, edhe më na dhonë një dije nga aspekti shtetëror se si bëhet organizimi, si bëhet kjo punë me letra, sepse ne kemi qenë gjithë nëntar, po ekspert tillë nuk kemi pas. Kështu që edhe Mahiri ka dhënë shumë kontribut, edhe është të dhënë shumë kontribut. Është kryetar për momentin që jemi shumë të kënaqur me dijen që na jep, edhe se si na rrin gati, edhe me letrat, edhe me gjithçka se çfarë ka nevojë. Kështu që kështu është orë dhe drejt e formimi i shoqatës. Kur mi përmende kripta me dron, me skija, me soja, me motora, veç edhe të kuajt kjo ke shumë intriguese. Sa kuaj i keni në dispozicion edhe në çfarë terrenësh i përdorni Milaem? Hynë ato terrenet ku nuk shkon as ky motor, asaj me 4 rrota, sepse duke e ditë që as na helikopteri nuk e kem, as FSK-ja nuk e ka për momentin, besoj që shumë shpejt do ta kanë, as emergjencat nuk kanë. Thot i kemi fut kuajt brenda shoqatës. Pse? Sepse në ato, si me qujtë, në ato bjesht që kem në të shumta, dhe ku s'ka mundësi me mri me asnjë mjet tjetër që me tërhek qoftë që ka ndodhur ose kufum ose i lëndum ose çdo që tjetë, bile ta kemi një mjet transportues, këtë rast e kemi zgjedh kalin. Si me fuqi të madhe për absolutisht po. Edhe do thotë ne në shoqat brenda realisht ata ku janë të atij klubi, po cilë 5 prej tyne që janë më të fortë dhe më që i kemi trajnuar, i kemi qitë njerëz të i kemi testu, sepse edhe te kali duhet me mësu një herë me njeri anash, prandaj me shtim punë, sepse ai ka mundësi edhe mu shqetësu. E kështu që i kemi trajnu 5 kuali kemi, edhe ata janë për ndihmë. Edhe na kanë hinë punë shumë mirë, do thotë në rast kur i kemi pas që sot na kanë ngel enigmë, ende është një djalë prej Shqipërisë kur kanë dalë, kjo është para 3 viteve kanë dalë me mbledh Boronica, pjesën e Kosovës, dhe aty e ka kap mjegla dhe ka hup kontaktin me këta që ka qenë të mbledh Boronica, edhe ai është zhdukur atje. Edhe asnjë gjurmë që 3 vjet nuk e kemi për ta. Meqense se e kemi kërku 15 ditë të rresht atë. Po asnjë element, asnjë kpuc, asnjë tesh, asnjë element tina që më na shti me dyshu që ai është në territorin e Kosovës, do thotë nuk e kemi gjetur. Ajo. Dhe kemi orë një përfundim që ai nuk ka mundësi me qenë në territorin e Kosovës. Biles çak kemi insistu që me Maqedoninë e Veriut, me kontaktu që edhe ata më dalë, sepse pa një leje speciale na nuk muj dalëm në teritorit tjera. Kështu që nuk e di se që ka bu Masanena Maqedonia e Veriut, po ne në teritorin tonë nuk e kemi lënë plom pa e kërku. Ata bëjnë një pyetje kështu shumë. Po. Milaem, kur është mas vështirë emocionalisht? Unë e di që në këtë rast nuk mundesh ka njerë me ikë emocioneve, sado që në praktik dush me qeni fësoft për me mujt me arrit një gjetje në dikujt. A është ma vështirë me ndalë kërkimet se s'po mundet me u gjetë, apo kur dikush gjinët dhe fatkeqësisht i vdeku në këtë rast? Po të tregoj pjesën më të vështirë ku na e nina veten do thonë më të ligë në shpirt edhe e nina veten jashtëzakonisht keq. Me momentin kur i humb shpresat, do thotë shoqata e Kosovës, cilët janë ekspert, aty kur i humbum në shpresat që nuk ka ndodhur deri tani,
sepse shpresat na kur nuk I humbëm, po kërkimi kur është familja pranë, edhe kur duhet mu tërhek për 3-4 orë, 5 orë, Po. mu këthy deri te shtëpia, edhe sepse familja kur dikon e humb, Po, ai e humb shpirtin, absolut. e humb një pjesë tjetës të vet, edhe qaq vështirë e përballon ato që kur ja u kthejnë në shpinën, fillojnë ata me qa, po edhe besot e Zotit edhe disa prej neve. Po qysh jo, sepse ju kanë shpresë në fakt. Realisht është shpresa e fundit e tyre te na. Te na, sepse edhe policia janë prezent, edhe FSK-ja janë prezent, edhe gjithë janë prezent. Dhe të FSK-ja kanë ekspert jashtëzakonshëm për kërkim shpëtim. Po. Bilez edhe na kanë dhënë shumë trajnime edhe FSK-ja, si shoqat, edhe na kanë mbështet qysh në fillim qebesa. Na kanë huazu pajisje për trajnime, edhe I kemi kthy mbrapa, thot na kanë mbështet jashtëzakonisht mirë. Thot FSK-ja ka një periudhë prej 8 deri në 4, e kanë çat periudhën që janë orarin e caktuar, kurse na nuk kemi. Thot ne nuk I humbim asnjëherë shpresat, po edhe nuk I nalim asnjëherë kërkimet. Vetëm në gjendjen kur është në gjendje e jashtëzakonshme diçka. Kështu që prap qytetarët cilët e humbin një person, shpresat gjithmonë të na I kanë. Deri në fund. Do thot ka pas raste kur realisht e kemi supozu që është I vdekun edhe jemi dërzu, domethënë se mas 72 orëve, për shembull në ftoft, në ujra nëse është mbyt, mas 72 orëve më humb ajo shpresa që është gjallë. Edhe na ndodh për shembull më zgjat 2-3 ditë, 4 ditë. Po në 5 ditë thot më ka ndodhur mua dhe na ka ndodhur shpesh herë. Vjen babaja apo kushdo që e ka humb, që është I gjallë aty, që është prezent thot. O ju lutem thot veç një thut tina thot gjemnani që të vorrosi edhe t'ja di vorrin ku më shku me bo lutje për ta. Që është janë shumë emocionuese dhe s'ki çare pa I bashkë absolut po. Absolut po. Është hin në ngjarjet ti, hin në dhimbjen e tyre dhe unë shumë po të kuptoj çfarë aspekti. Sikur se do të paramendojnë Milaimi, ka është magjistër I shkencave politike. I grupit Alpin, e kretë këto që ka I përmeni, Leo Jović Alpin, po kështu që atë tregon për këtë angazhimin e ti në kuadër të shoqatës që I ka involvu edhe sa klube të tjera që mund dhe janë ndihmë madhe për idenë dhe qëllimin e shoqatës. Ka Milaim magjistër I shkencave politike dhe ç'është nisi kjo? Realisht unë mendoj që pa marrë parasysh shkollën e bën. Shkollën e bën, po asnjëherë shkolla nuk ka më të bo ai që ke lind. Edhe ti edhe unë edhe çdo njeri që lind është ai që e ka fol Zoti. E ka përcaktuar shpirtin se çka ti ke më bo në këtë botë. Edhe çka ti ke më afru për njerëzimin në këtë botë. Këtë rast unë mendoj që kam lind human. Kam lind ai që mi ndihmu njerëzit. Mi afru njerëzit afër, edhe njerëzit kur kanë vështirësi, kur unë kam mundësi mi ndihmu, do thot veç atëherë e ndi Zotin mrena, e ndi shpirtin mrena. Atë shpirt që ma ka dhënë Zoti. Atëherë nina krenar, kur kam mundësi me ndihmu dikon. Edhe në këtë rast çdo herë kam gjetë forma për me ndihmu vendin, mas pari, popullin e Kosovës, sepse kemi lind këtu edhe këtu I kemi borç me kontribu. Unë si gazetare kam tepër vështirë kur e kam përballë një njeri që është modest, humanist, po që s'don me tregu, Milaim. Na mos them tash si shoqëri, kolla kemi qef, na kemi njerëz të tillë në familje, unë personalisht që kur bojnë diçka kanë qef me marrë vesh këtë bota edhe çështën e humanizmit e kemi nisë me bë më shumë publike diçysh. Këtu po na nije dikun një muzikë. Zero pas kanë I dorsëm. Po ka edhe gëzime, që Zoti ka momente të gëzueshme, dikush gëzon, dikush kërkon, dikush. Kështu është jeta, Milaim, apo jo? Absolut po. Po besoj që na jemi të ndëgju kështu në kamerën tonë. Po, patjetër. Ma herët që
ma herët, para se të flisnim për punën që ti e bën në shoqat, unë e kuptova që ke qenë edhe pjesë e UÇK-s, po edhe në luftën Realisht po. në Bosnjë. Të kallëzëm pak qysh ka qenë që kjo jeta jote atje. Realisht në Bosnjë kam qenë në atë kohë ka qenë i ri unë, kam qenë para luftës në Bosnjë. Realisht mua atje na kanë zonë lufta, po do thotë nuk kam qenë pjesë e luftës në Bosnjë. Po. Kurse këtu në Kosovë do thotë kam qenë pjesë e luftës. Thotë asnjëherë nuk kam qenë në vijat frontit unë, po kam qenë gjithmonë ndihmë dhe në logjistikë. Që është goxha pjesë e vështirë. Absolut, po. Thotë e di angazhimin atëherë Bashkim Rohonin e kam shok shpirtit, i rritun me ta. Pra njerëzit edhe realisht unë kom jetu këtu në Miloshev, po ma shumë kom flajt në shtëpitë e Bashkimit, e shoku jam, ku mizjen e ka pas Bajram Rohonin. Edhe Bajram Rohonin e ka angazhu mua dhe Bashkimin trinë atë kohë na, thotë i shko luftë edhe ne kemi qenë logjistika që nga magazini Flora Provines ngarkojshmi kombat dhe i qojshmi për te guri plakës. Kanë qenë ato në atë kohë, as na se kemi po. Thot, ajo pjesë ka qenë ku kem kontribu për luftën si logjistik. Pjesa tjetër prej Bosnës me vllon, Naser Kelmendin. Dikun kanë qenë 300.000 euro, 5 kamionat ngarkum me pajisje ushtarake, ushqim ushtarak, thot janë ngarku në Kopër të Slovenisë, ku kam qenë pjesë e sojna, cilët i kum përcjell deri në portin e Durrësit. Dhe atë, realisht, kemi najt një 5 ditë që sot se di vetë pse u dosht më qenë bllokum 5 ditë aty, edhe s'mi ka interesua ajo pjesë. Po mes 5 ditë jenë liru, kamionat edhe janë shkarku. Gjitha ato ushqime dhe ato pajisje ushtarake që ka pos, i kum taku shok të Masanena dhe ja u kum po veshun, edhe më kanë tregu se për ushqimin se kjo është knatësi që gjitha ajo ndihmë që është bo, ka ardhur, kam rrinë venin e duhur. Kam qenë si pjesë logjistike e luftës tonë të shajt. Dhe asnjëherë nuk ju kom pasur, si kom dëgju që është përmend dikon kjo pjesa juaj. Kohëve të fundit kemi pasur edhe deklarata e paraqitje, madje u kon kjo puna, mi lajm jo pe keq përdorin statutin e veteranit UÇK-s të luftës, e gjitha këto ne dim, kemi pasur kështu diskutime, probleme që mandej kaluan pak edhe politike edhe nisën me SB në thojza për kushtimin e UÇK-s edhe ideologjisë të tyre për shtirimin e vendit. Po unë nuk është një kompa dikon juve që keni folë për qëtë punës se keni treguar. Realisht s'ku folë asnjëherë. Qysh e thash, magjistri shkenca o politike jam edhe politiken asnjëherë se kom marrë me dalën pa edhe me tregu. Po unë si mas menimit tem, do thot, për këtë numrin e madh të veteranëve të luftës. E kum pasi në hije pak realisht, për çdo njoni në është krenari në këtë rast me tregu që jëmë kom pjesë e luftës. Po në tjetër anon, kur nuk ke qenë pjesë e luftës, është edhe marri me thonë që s'kam qenë pjesë e luftës. Që kam qenë pjesë e luftës e mos me qenë pjesë e luftës. Qysh e thash, s'kam qenë asnjëherë vit parë frontit, po kam qenë logjistik çdo herë e UÇK-s, e luftës tonë të shajt. Absolut. Sepse kjo ka qenë lufta e shajt, mas Skënderbeut do thot kur ka bo luftën, do thot lufta e UÇK-s ka qenë ajo më e shajta që ka mujt mendohet. Edhe po, unë kum po aty ma shumë interesa të prorëve tonë në atë kohë, kur i kanë formu partit, që me bo sa ma shumë votus, edhe mi pas edhe si votus. Kështu që numri sakt dihet, e din edhe ata e prorë që kanë qenë të luftës, po prapon edhe prap ta e prorë që tash i përmeni, po jo me emna asnjë. I përgëzoj edhe me të vërtet kanë bo një punë të jashtëzakonshme. Po mas luftës çdo kohë dihet që ka revolucione edhe
ndodhin edhe ato gjona. Po, vjen edhe momenti kur vetë kanë mu deklaru dhe kanë më thonë, sepse kam ju ardhë mare, vetë kanë mu deklaru dhe më thonë që jo, vëllai, na u ka dasht që atë kohë që e pjesë, po nuk jemi. Po ata të vërtetit kanë me qenë të vërtet. Edhe ata kur s'kanë me heshtë edhe kanë me thonë po. Unë e mendoj kështë. Deri sa po fol, unë e pëkëshyri këtë gjaketën që e ke vesh, e ki një nënon hartën e Kosovës dhe tjetër nënon ato të Amerikës, shtetit që çdo herë ka qenë aliat i joni realisht. Çka të lidh me Amerikën, Milaim përveç idejës që na kanë ndihmuar çdo herë, a ki diçka tjetër që e bërë këtë, po më lëm përshtypje kjo gjaketa jote që ke vesh? Flamurin e Amerikës e kam në zemër, siç e kam edhe ato me dy krena Shqiponin, po edhe këto të Kosovës, sepse shteti është formu tash me këtë flamur edhe patjetër që duhet me dashur dhe me respektu. Po në zemër është ai ku që zi, normal. Po i Amerikës është i veçantë sepse i kemi misht, mendoj, më të mëdhejt. Misht më të mëdhejt edhe më të besueshëm që Kosova ka pas në herë dhe ka arrit me pas. Thot, janë ata cilët kanë kontribu që Kosova sot me qenë shtet. Dhe janë besnik edhe matutje. Kështu që flamurin Amerikës çdo herë do ta kam afër. Bilis tash si shoqatë e kërkim shpëtimit. Kemi ndihmë të jashtëzakonshme nga shteti amerikan. Apo, çfarë? Nga Bonstilli, këtë rast baza më e madhe që është në Ballkan. Thot, shoqata e Kosovës, si shoqata e Kosovës, me këta njerëz që i ka përreth, se besom që asnjë antar i shoqatës së Kosovës për kërkim shpëtim nuk ka më pas mundësi me qenë pjesëtar i shoqatës pa kalu nëpër filtrat shtetit. Dhe mi u pa historiku i çdo antari. Jo dhe çdo njoni që shpreh dëshirë ka mundësi me qenë pjesë. Shumë mirë, do të thotë fitar është. Pa kalu nëpër filtrat shtetit. Sa mirë. Kështu që amerikanët për momentin janë duke na ndihmuar jashtëzakonisht shumë. Kryesisht Bonstilli do thotë është shoqata e parë në Kosovë, institucioni i parë apo si do muj me qujtë, që ka arrit me hi në Bonstill me flajt kanë javë dhe me pas trajnime mrena në Bonstill. Që është kogja punë e madhe sepse ata që po thu vetë i skenojnë me kështu se kush po hin aty. Realisht edhe ajo ndodh, po unë mendoj që populli amerikan vullnetarizmin e don shumë, edhe e çmon shumë. Po edhe pjesën cilën e bojnë ana, do thotë jashtëzakonisht shumë e çmojnë. Edhe prandaj na respektojnë edhe na rrin gati. Para mendo, veç trajnimi me helikopter atyre ju ka kushtuar dikon te 20.000 euro. Ton ditën helikopteri ka nejt najt, derisa na kemi bërë trajnime. Lëshim për helikopterit ku fomën me qitë në helikopter e shumë e tjera. Do thotë, aty kanë arrit amerikanët më naj certifiku, jo vetëm më naj certifiku, po më ju dhonë dije 40 paramedikëve, cilët sot shoqata e Kosovës për kërkim shpëtim i posedon. Dhe i kanë përgatit bile sepse ata janë ushtri dhe gjithmonë ata i preferojnë ato mësimet më t'i dhonë ku ata janë për shembull për vijat para të frontit. Na i kem 40 djemë sot që në vijat para të frontit, nëse s'ka marrë plumin në kokë ose në organet ndihshme, do ta marrë jetën me një herë, nuk i shans me ju vdek aty në djemve. Dhe ata gjithmonë kanë më të mobilizu dhe më të anol gjakderdhën e më të dërzu të doktor. Kjo ndihmë më e madhe se kjo për ne, do thotë nuk ka pas. Që krejt ta paramedik tash shërbejnë për ndihmën e popullit në Kosovë. Ku do që ndodhë, çfarë do fatkeqësie që ndodhë, këta janë të përgatitur. Po ekip mjekësor, çfarë ka ekip mjekësor shoqata? Kemi edhe ekip mjekësor, do thotë kemi infermier, realisht doktor halon nuk kemi mrenda, po kemi infermier, do thotë që din me dhonë ndihmën e parë çdo njëri prej tyre. Që kjo është shënësore për mendimin tam apo jo? Realisht. Sepse i vyn në ngjarjes. Realisht do thotë sepse kur shkon ti arrinte një incident dikon, do thotë aty gjithmonë duhet me ditë ndihmën e parë. Kështu që është obligim që ai antar i ri që të vjen, ai më një herë ku më kalu me mësu ndihmën e parë dhe
çfarë do që atina i flanë në shpirt me bo, apo të konopat, apo të paraglojdi, apo të kërkim shpëtimi me kuaj, apo kemi edhe komsorin për ecje, ka shumë sektore ku mundet me zgjedh, për shembull personi që vjen i ri, ku mu përcaktu. Po, ndihmën e pare ka të obligueshme. Edhe dy pyetje kam për fund. Milajm, cilin sport mas mirë mas shumë të pëlqen me praktiku, edhe cilin e bën pse duhet me e bo për shkak të pse e kërkon kjo ideologjia e shoqatës së gjitha. Realisht, faleminderit, pyetje e mirë. Realisht unë si i ri kam qenë futbollist. Bile kam edhe një dëmtim në gisht atje qysh i ri, me 2-13 vjet. Futbollist tash, model me qenë edhe futbollist. Edhe tani kam kalu te skijimi, edhe në këtë rast skijimin e bojmë mas për qefi. Qëty sepse jam edhe kryetari i federatës, jo që jam kryetari i federatës, po ai sport më flanë në shpirt. Dhe thot, realisht sportet ekstreme i kum dashtë. Se më kum fillu me futboll dhe kum përfundu krejt sporte ekstreme. Kështu që, dhe thot, mu në shpirtin tem më pëlqenj sportet ekstreme. Kështu që me skijem jam shumë rahat. Sa mirë, po me kuaj, për shembull kalërimi, a ke provu unë e di, ta të tregoj mandej një përvojën tim shumë të shkurt personal, a ke provu në arre me kalëru? Po. Edhe qysh ish kontakti me... Po, realisht është shumë interesant, dhe dikush e shef kalin e thot hajt të hypi edhe... Po, si diçka shumë njerëzit teknike. E menojnë kali e shohin kali, po kali është qaq inteligent që me 50% i afrohet edhe njerit. Po, e kom përjetu këto, ta tërgoj mandej unë një përvoj. Kali ka mundësi ty më të njoft, veç kur t'i afrosh nga të dhe më të këshyrë, të lexon një pjesë. Shumë e vërtetë. Po kur të hëpsh mi kali, edhe qysh ti keme fillu me nis kalin, a i ku me dit, a je tudz, a din, a ke grane e kali as din. Do thot kali din me të zajebot, me të nguc, më thonë sa të donaj nëse e she, po nëse ai e she që ti je tamam profesionist edhe nuk të shon pe, do thonë ai ku më të najë qashtu qysh ti Te drejton, me siguri se te drejton. Qysh ti te drejton. Shumë e vërtetë, edhe këto po ma argumenton më shumë. Milajm një herë dhe të vetëm të fundit herë kom hyp me një kali, ai kali ishte i praktikum për me kaliru, ishte për gara. I mësum. Edhe i mësum, ishte i njohur për gara, që kishte fituar disa gara. Po unë si person për herë të parë që kalirojsha, hypa mi kali edhe isha shumë e stresaf, sepse ma herët e pata një farë në gjare, diçka shumë stresuse, edhe momenti kur kom hyp të aj, e kisha dhe atë instruktorin afer, do me thonë nuk është u tutësha, po e ndjeke që e kali ndjeke që s'jo mirë emocionalisht. Edhe filloj u qunë dy kam kali, edhe thash mërzoj, unë nuk tuta që mërzoj, ma ndej unë shu dhe instruktor tjerë me kuaj për mas, që me mujtë mu me mëzon me kali, se për ndryshe përfundova në tokë. Për që ata ma dhe kjo ka ndodhë dikun ka 10 vite, e di që e ndjenë, kali ka një intuit tepër afër njerit, për me ditë se që shie. Kur të hëpsh në kali, kur të vendosh me hyp në kali, edhe nëse nuk din, duhet me qenë me vetë besim. Ai ta lexon edhe vetë besimin tonë, se sa e ki. Nëse jeti vetë besim, ki vetë besim, edhe e man shpirtin ta mon ti, e man qëndrimin tonë, do të edhe kali kumuratu. Po, se të beson. Absolut po. Për fund, unë e po e ndi si borxh moral njerëzor, duke llogarit angazhimin e juaj bashkë me grupin e gjitha këto, më fol pak për biznesin e cilin e udhëheq, është një biznes që ndërton vendbanime të drurit apo jo. Milajm dhe çso ka fillu, çka bën, ku mund me gjetë qytetarët, nic, home dhe çka mund me lyp prej kësaj kompanie. Realisht këtë punë që e bojmë tashe, dhe thotë këta kom marrë si zanat kur kom jetu në Bosne. Kom qenë zonë si fabrikës të më të madhe në ishtë Jugoslavi ku ka qenë. Dhe të është Krivaja. Edhe fillimisht me vllon tim Naserin i blejshim shtëpiat atje dhe i shitshëm nëpër Evropë, kemi qenë agent. Tu e pa dhe tu e mësu zanatin në atje në Bosne, kemi vendosur që me bo edhe i fabrikë në Kosovë. Realisht mas greenhouse-it është fabrika e dytë e cila ka fillu me prodhimin në Kosovë.
ka qenë greenhouse-in atë kohë, edhe Nits Home. Kanë fillu punën, po thëmë, paralel me produkt. Kanë qenë fabrikat e para. Dhe ideja ka qenë ajo që është një prodhim në rritje dhe trend tash në Evropën, derisa te na halon nuk po shihet interesi se nuk e besojnë ende shtëpinë e drunit. Realisht shtëpia e drunit ka qenë edhe, mendoj sepse ka qenë shtëpi gurit, masanet kanë kalu drunit. Realisht, një shembull të marrë Skandinavia ka mujtë më mbijetu vetëm në shtëpiat e drunit. Po. Se asnjëherë nuk kish mujtë më mbijetu në shtëpiat e betonit edhe të bllokut. Po. Shkaku i ftoftit shumë edhe lagësisë të madhe. Kjo është, mendoj që është një e ardhmje e njerëzimit, shtëpiat e drunit, me gjitha këto izolime të cilat i bëhen, sepse këto nuk janë sikur shtëpiat që i prodhon rozhoja, këto të thjeshtat, po kjo është një prodhim krejt ndryshe. Thotë është 100% mos thom eko, është edhe ka pjesën eko, po është edhe për banim, mos thom një herë më e mirë se sa ajo e betonit. Unë e di që do të merr gjumë mirë aty. Në dru është shumë një gjumë i qetë, apo jo? Absolut, edhe druni gjithherë e thith atë energjinë negative që e ke marrë gjatë tënë ditës, kur shkosh me flajt të shtëpia, me siguri deri në mëngjes e thith krejt atë energjinë negative. Kështu që si biznes është stabil, është mirë, do të thotë eksportet do të thonë janë gjitha. Sa mirë. Këtu kom arrit mi bo vetëm 2 shokëve, 2 vila, që i kom pas shokë të mi, kurse krejt prodhimi është eksport. Gjermani, Francë, kryesisht Evropa. Shumë mirë. Shumë mirë, është një farë krenarie për neve kur eksporton diçka nga vendi yt. Absolut. Se na mësu veç me marr. Absolut. Me ble dhe pak me prodhu. Une u kënaqa në bisedë. Edhe mësova vallai shumë çka. Po qëllimi ishte që shikuesve ton, edhe njerëz që na ndjekin për rrjetet sociale tani, sepse sot është mundësia e mirë për mu informu me ditë se çka bën shoqata, çka bojnë djem do çika të shoqatës, çka bojnë këtu automjete, çka bën me lajime unë uroj që me pas shumë ma pak punë në idenë e kërkimit për dikën, po që kina me pas sigur gjithë nevoj për juve. Patjetër, dhe unë mendoj që kjo ka qenë ideja që mu kriju, mu bo, sepse e kemi edhe relievin që asisojze, kemi bjesh shumë bukra në Kosovë. Po. Thot, para 10 vite unë e kom gritë zonën e kom thonë turizmi, sepse mu më ka lidhë edhe me skimin, ka qenë edhe interes i imi, do thotë, mos tonë personal, po i skiatorëve të Republikës Kosove, që duhet me investu në turizm. Po. Pse duhet me investu në turizm, se e kemi pas investimin ma të letë. Absolut. Po flasë qysh nga fillimi. Ka qenë investimin ma letë. Rrugë teleferiqe, bujtina, edhe me i pru turistet marrë me vizitu këto bjesht bukra që i kena, ka qenë investimin ma letë për qeverit që kanë qenë atëhere, për shtetin, tash thëmë. Po tash peni mas sa viteve, tash 2-3 ditë të fundit peni që pa tjetër që duhet me egzistu edhe Ministria e Turizmit. Kjo ka dosh realisht kjo ka dosh me qenë e para. Mirë, kështu mirë, gjena nismi mësu edhe bukurit edhe me kriju guida, me kriju kësi gjana për shkrime, Ciceron Besaj, që ta këto. Faleminderit shumë Milajm. Faleminderit jush. Faleminderit shumë edhe punë barë edhe veç gjithçka mbarësinë e këtë rrugtimin e ju që e keni. Faleminderit bashkë me ju. Faleminderit shumë shikues të dashur. Bashkë ndjekom intervistën me Milajmin. Edhe po besoj që bashkë me mua mësuat gjithçka rreth angazhimit tyre. Këtë emision, nëse se keni mund me ndjek që nga fillimi, mundi me ndjek në kanalin e televizionit Arbëria në YouTube, po ashtu edhe në Facebook, edhe deri të shtunën tjetër mirë beçit dhe mos u largoni nga ekrani. Faleminderit shumë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.